Deri në 24.000 denar për angazhim sezonal të 400 zjarfikësve, ndihmë për komunat në ballafaqim me zjarre gjatë verës, 600 punëtor për punë publike të cilët do t'i ndihmojnë komunave duke punuar nga 4 orë për 800 denar në ditë me kozgjatje prej 30 ditëve. Këto janë vetëm një pjesë nga masat e planit operativ për punësim të qeverisë, me cilin planifikon që të rinjtë të cilët janë pa punë t'i mbajnë në vend. Кога разговарате со млад човек и сите имаме фамилија и деца, тие гледаат како побрзо до пари да дадат. Заврши времето кога бевме ние, јас кога бев сонував да бидам банкарски чиновник за 10.000 денари и да чекам години да унапредам, па сега младинава не го прави тоа. Вие имате, не знам како вие успевате, али ние континуирано менувате работни места. Младите одат, идат. И ако не се прилагодиме на нив, па ние веќе не го гледаме новото време. Për problemin me mungesën e forcës punëtore, biznesi alarmon qemoti. Përpjekja për angazhim të punëtorëve nga jashtë nuk jep rezultate. Qeveria me ndryshime ligjore në përpjekje që edhe pensionistët, studentët, raste sociale dhe të rinj mbi 15 vjet të vendosen në tregun e punës pa i humbur të drejtat për pension dhe ndihmë sociale, por ekspertët paralajmërojnë se gjithnjë më shumë bie numri i punëtorëve në vend. Крикот е цело нема работници и ке нема натаму многу помалку ке имаме работници. Македонија сериозно треба тоа да го позиционира, бидејќи идната војна метафорички економска ќе биде само преку продуктивни работници. Сега продуктивен работник колку може пензиониран да биде, јас се смеам често мајка ми беше добар инспектор у пензија, да ја вратиме. Ја нема таа елан како 30 години. Me planin operativ këtë vit do të shpenzohen 40 milion euro për punësim të 16.500 personave. Sot masat u prezantuan prilep. Në të ka para edhe për vetë punësim nga 10.000 euro mjetet të pakthyeshme për hapjen e biznesit për të rinj deri në 29 vjet. Me bashkim të dy personave të cilët në mënyrë aktive kërkojnë punë, shuma mund të arrijë deri në 14.000 euro ose 20.000. Plani parasheh edhe trajnime dhe rikualifikime shtesë për të rinj deri në 23 vjet nga 50 euro, të cilët do të punojnë në prodhimtari. Vazhdon edhe masa për përkrahjen e punëdhënësve. Gjatë punësimit të rinjve deri në moshën 29 vjeç mund të marrin deri në 250.000 denar për person.